Me fillim prej orës 14, këtu në kuvendin e Kosovës pritet me u taku kryeministri dhe kryetari i Lëvizjes së Vendosje Albin Kurti me kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjikun. Kjo për shkak se kanë mbet edhe 10 ditë deri në përfundimin e afatit kushtetues për zgjedhjen e presidentit të ri. Dhe takimet tani më kanë filluar mes partive politike për të marrë vesh për të zgjedhur një president të ri të vendit, do me thënë të Republikës së Kosovës. Një ditë më herët, më 22 shkurt, Kurti është takuar me Bedri Hamzën, kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës, i cili pasi që doli nga takimi, në një postim të tij në rrjetet sociale tha se nuk janë për bllokimin e institucioneve, por që janë kundër mbështetjes së një kandidati që nuk është unifikues. Ndërsa Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Abdigjiku, me cilin sot do takohet Kurti, pas kuvendit të tyre të 31 janarit, kishin dalë me një deklaratë politike, duke thënë se në çështje kombëtare duhet të ketë marrëveshje dhe bashkëpunim dhe se Lidhja Demokratike e Kosovës zotohet që është për institucione stabile. Ndërsa vetë Abdigjiku ditë më parë ka deklaruar në një emision televiziv se Kurti ka lënë pa e zgjidhur çështjen e presidentit, ndonse i kishte numrat për me zgjedh vetë qeverinë, nuk ka dashur që të bëj një koalicion më të gjerë qeverisës që do e zgjedhte edhe presidentin e ri. Dhe sipas Abdigjiku tani ka mbetur që partitë politike të ulen për të gjetur një konsenzus. Nuk dihet se ato takohet Kurti me ndonjë nga zyrtarët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, megjithatë ditë më parë, shefi i grupit parlamentar të AAK-s Besnik Tahiri ka thënë se pritet një bashkërendim të shihet se a mund të ketë bashkërendim me Partinë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjen Demokratike të Kosovës për të parë sa mund të jetë Ramush Haradinaj një kandidat për president. Kujtojmë që presidenti i ri duhet të zgjidhet së paku më së largu deri më 5 mars 2025 për shkak se Kushtetuta e Kosovës parasheh që 30 ditë para skadimit të mandatit të presidentit aktual duhet të zgjidhet presidenti i ri, kurse Vjosa Osmanit, presidenti aktuale e Republikës së Kosovës, mandati i përfundon më 4 prill 2026. Kujtojmë që kuorumi apo votat e nevojshme në kutinë e votimit për zgjedhjen e presidentit janë 80 dhe se me po të njëjtin numër të votave zgjidhet presidenti i ri, kurse në rundin e tretë presidenti i ri mund të zgjedhet edhe me 61 vota.